për fatin e keq, ata që ishin organizatorët e 2 prillit, ata në një mënyrë a një tjetër, kur filluan që ta haprin gojën, ata nuk janë sot me. Se është asa Zemajdari, nuk është asa Lis Fahiu dhe dihet se qa vdekje pësoj, nuk është as Pjetër Arbërori dhe dihet qa vdekje pësoj, pra vetëm Saliu është gjallë. Është edhe Les Biberaj. Oke, Abera, ndryrë nga ju dhe pastaj Skënder. Po, duhet të shtoj që nga ekspertizat e bëra, janë përjashtuar armët e policisë. Jem dakord automatikët, të gjithë repartit policisë dhe të oficerve. Pra, asnjë nga armët e policisë... Asnjë nga armët ekspertimi, me gjithse që i janë shumë akt ekspertimi policisë. Avokat, është e vërtet që policia ka qelluar. Por lartësia e punonjësve të policisë me të qytetarëve ku ishte objekti vëndroja. Policët nuk ka qenë lartë në ndërtesë të objektit, po kanë qenë aty rreth rroton vit parë. Nëse do kishte ardhur një viktim, do ishte në rreshtin e parë të turmës. Asnjë viktim s'ka qenë në rreshtin e parë të turmës. Viktimat kanë qenë një këtu, një atje afër bibliotekës e Merat, pra në mes të turmës. Konkluzioni është që nuk janë armët e policisë ato që kanë shkaktuar vdekjen e viktimave, po janë është qelluar me armë të tjera nga lartësi të tjera. Dhe për fat të keq, edhe pse zëvendësministri... Më fal, a thatë që armët e policisë nuk janë ekspertuar? Janë ekspertuar. Është bërë ekspertizë. Dhe nuk kanë dalë se ka... Edhe pse zëvendësministri në telegram i porosiste, i uzonte, që tini të kujdesshëm, merrni masa, e midis tjerash zini dhe lartësit. Në këto raste, policia duhet t'i zërë lartësit që t'i mbajnë në kontroll, në mënyrë që nëse hasë në individ që qëllojnë me armë, t'i ekzekutoj policia. Policia nuk kish mundur t'i kapte të gjitha lartësit. Dhe e ka përdorur tjetër kush lartësin Kush këtë nuk e dim? Jo, për të seleksionuar ata sikur janë zgjedhë me kokra, të tërë ata 4 vitima, 4 djemë Shkodran, sikur janë zgjedhë me kokra, kupton që është qelluar. Tani mund t'ju them pse s'ka dash. Disa kishin qenë dhe në protestën që ishte bërë për rëzimin e busit Stalinit më parë, pra ishin të ekspozuar, ishin filluar nga policia, njëri nga ata djemë, Arben Brocin, unë Arben Brocin e kam njojtur, nga për arsye se... Ju, më fani, ju ku keni qenë atë periudhë? Shefi policisë Tiranës. Në Tiranë, Dhe mund t'ju them që kjo që u bën 2 prill në Shkodër, e keni shkruar dhe në libër, ka qenë e ideuar. Këto janë konkluzionet e mia si ish drejtuesi i policisë Tiranës. Kishim të dhëna që në një nga objektet tek Partia Socialiste në qendër të Tiranës, ose një objekt tjetër të rëndësishëm, do veprohej dhe pikërisht për ta djegur, për ta shkatëruar, për të dhënë një mësim. Në Shkodër s'kishin arsye se ishin 19-3. 19 i kishë fituar e djata, 3 majta dhe dje që atje e majta nuk dhe s'kish arsye. Po atje ishin kushtet më të mira për të veprur. Dhe ne kemi përdorur një kombinacion duke përdorur dezinformacionin që u tërhoqën dhe nuk e realizua. Sulmin Tiranë, po thonë. Tiranë. Edhe se si u përdor ky kombinacion, është i shkruar në libër. Është shkruar te libri. Është në dispozicion problem. Tani ju them pse forcat politike në mënyrë të veçantë e djata që kishte dorë në këtë mes, nuk janë të interesuar për zbuluar të vërtetën. Sepse diktojti drejtësinë gjithmonë te varianti të versionit i saj, dhe nuk e la të lirë drejtësinë. Ka shkarkuar prokuror... Përdoret më kollaj kurse është zgjidhur. Prokuror, gjyqtari, ishte sistemi vjetër i drejtësisë, kryetari i Këshillit Lart të Drejtësisë ishte presidenti dhe urdhronte të shkarkohet ky gjyqtar, një tjetër. Dhe u gjetën marioneta për t'i përdorur si e do t'i vlladash. Dua vrasje të akuzohen, të dënohen për vrasje me dashje. Kjo ishte akuza e parë politike dhe drejtësia ja formatoi, ja rregulloi kështu si xhedeshi. Disa vite më vonë, po ju jap një informacion tjetër, dikush, njerit për këtyre të dënuarve nga kuadrët e policisë që u dënua, një dënuar në Burg, i jepi informacion që ju një dënuar kot për arsye se këtë e ka bërë, kanë qenë 2 dyshuar nga Nikla e Krujës dhe një nga Shkodra. Njerëz të paguar që janë marrë me këtë punë. Ky e transmetoi të informacionin, u muar kallëzimi
dhe prokuroria e Tiranës, në gjykimin tim, e kanë ndjekur në mënyrë jo profesionale. Për arsye se... Sa viti bëhet fel? Do t'jetë në edhe 5, në edhe 6, fundi në edhe 6-ës. Do të thotë, është dënë, ka dali informacioni, u muar kallëzim, filluan organet dhe prokuroria nuk duhet ta kishte ndjekur në atë mënyrë, duke pyetur direkt e tërhoqi kallëzimin i dënuari dhe i thotë, s'është e vërtet se ja kam thënë, dhe u mbyll çështja. A mund të them diçka të rëndësishme? Vetëm një sekond, se jo mbarot Skënder, e di çfarë më bën përshtypje mua në këtë bisedën tonë, duket sikur ngjarja nuk ka ndodhur para 35 vjetësh. Sigurisht ka ndodhur. Po sigurisht ka ndodhur para 35 ditësh. Po se ke ngjarjen tjetër tani, ke 21 janari? Patjetër, po do të thënë ngarkesa emocionale që kanë këto momente, është ngjashme me ato që kanë provuar para 35 vjetësh kur ajo ndodhi. Kjo është drejt, megjithëse unë jam pjesërisht dakord me këtë Sokol, sepse gjithmonë... Jo, po të flasë për jetimin tim, këto momente që po dëgjoj njerëz të njëjtë. Koha bënd vetën, për jetimin e kemi pasur të gjithë shumë të fortë. Ju kujtoj është rreth 40 ditë pas grevës surisë studentëve që rrëzoi bustin, dhe për cilin Partia Demokratike nuk qetë dakord që të mbahej, ju kujtoj dhe këtë, sepse ishte negociata me Partinë e Punës për ligjin elektoral. Po, më mbajmë që ka qenë deklaratë e PD-s për shqetësim që u botuat e zëri popullit. Kur ra Busti, deklaratë e PD-s ka qenë një deklaratë idiote. Që e botuar zëri popullit. E ka botuar zëri popullit, është vërtet. Ka qenë deklaratë idiote që quhen ti që jemi kundër grevës, domethënë, dhe është botuar. Jo, ishin dhe dënuan dhe aktin vandal të tërheqjes së Bustit. Pra jemi vetëm 40 ditë pas kësaj greve, jemi në momentin kur si që pritej Partia Demokratike fitoj qytetet dhe Partia e Punës fitoj gjithë reston, dhe me që shumica e popullatës, të vëmi që i kontekst, sepse qa janë brezi ri nuk... Ishte 7% rurale. Po flasim arabisht tani. Dhe fitoj Partia e Punës dhe Partia Demokratike përdori më pas grevën e Uris Valiesit për të rrëzuar qeverin Nano dhe për të vajtur tek qeveria teknike, ose jo, politike, po koalicionit. Ylli Bufi me Gramos Pashku. Po, me qeverin e stabilitetit, me dyshen Ylli Bufi Gramos Pashku. Pra, është një vit kur shqiptarët nuk kanë mësuar ende të trukojnë zgjedhjet, por janë përballur tashmë me dhunën politike, dhe Shkodra është akti i parë. Pse them nuk janë përballur me trukim zgjedhjesh, sepse nga shumë anë pranohet që këto dy zgjedhje, pra 31 mars 91 dhe 22 mars 92, një vit më vonë, janë ndoshta zgjedhjet, ndoshta dhe ato të korrikut më normale. Të korrikut lokalet, janë të vetmet procese elektorale të cilat nuk duhet të ishin të kontestueshme. Jemi gjithashtu në 31 mars, jemi disa muaj para se Shqipërinë ta vizitonte James Baker. Qershori... Pra, ky është konteksti. Dhe Baker ka ardhur pas grevës, pra kryeministri ka qenë Ylli Bufi. Unë mendoj se ngjarja e Shkodrës ka një dinamik të saj penale për cilën zotrit folën dhe natyrisht janë më të informuar se ne, ka dhe një dinamik politike e cila është kjo që unë po mundohem të formsoj. Pra, ndodhet në një kontekst ku Partia Demokratike kishte fituar zonat urbane dhe ishte e paduruar për të marrë pushtetin, ndërkohë që Partia e Punës nuk ishte ende e gatshme, aq sa do të vim... Siç nuk ishte as popullsia e gatshme. Do të vim në fillim qershorit, kur vetë Partia e Punës do të pushojë së ekzistuarit dhe mbi rënojat e saj politike do të pushtet duke futur Partinë Demokratike në qeverisje. Partinë Demokratike në qeverisje në kabinetin e stabilitetit. Pra, jemi një vit ndryshimesh të mëdha, jemi një vit edhe sherresh të mëdha që do të parathonin më pas një president Berisha e cila u shndrua në një shtet autokrat, faktikisht. Ajo që mua më bën përshtypje është se si kjo qeverisje e re, me atë lloj suporti, me atë ngjarje që është aq pranë, siç me drejt zotrit e vënë duke gjithë anët teknike, nuk pretendoi një hetim të thellë dhe shterrues për ngjarjen, por preferoi ta përdor edhe në 35 vjetorën e saj, kur Berisha ka këtë moshë që ka dhe ku ndodhemi, domethënë pas kaq shumë vitesh që kanë kalu brezat, që ajo nuk vazhdon të përkujtohet, ajo vazhdon të përdoret. Dhe më vjen shumë keq ta them që
Ndërkohë që PD-ja lufton që të ketë 21 janar në saj, me gjithse shumë të largët, edhe ky 21 janari tjetër, në mungesë të një hetimi shterrus, vazhdon të keq përdoret nga palët dhe jo të përkujtohet. Prandaj edhe unë thash që është me 2 prill ka lind ky cikli që s'ndalon dhe na mban peng të gjithëve dhe sidomos të ardhmen tonë. Dhe mund të krijojë precedentet, sepse ngjarjet që nuk dënohen, që nuk hetohen, ka krijuar precedentet, pra që nga 2 prilli, 21 janari, prilli siç duhet çdo kishte 21 janar. Këto nuk kanë qenë as fillimi dhe as fundi, po këto përderisa kanë ngelur të hapura dhe askush nuk është dënuar, nuk na garantojnë që dikush tjetër më mbrapa pas disa vitesh ta përsërisi prapë në situatën e të njëjtës skem. Ky është përdorimi. Se dihet që historia lëviz në mënyrë ciklike. Ky është përdorimi. Precedenti. Ajo që doja të thoja vetëm një moment nëse më lejon. Ju duhet me që foli për kontekstin dhe u prandaj doja të flisja politikisht, siç thotë Skënderi, nisem nga deklarata e sotme që Biri Berisha, ku tha që këta ishin pionierët të cilët dolën dhe luftuan për votën e lirë. E futi në këto kontekst. Pra, u rebeluan për votën e lirë. E aktualizoi. Ndërkohë që vota e lirë, masakra për votën e lirë, u bë kundër votës së lirë u bë në 96-ës. Ajo ishte kjo filloi manipulimi institucional i votës, i cili që nga ajo kohë e deri sot ende nuk ka dalë dot nga sistemi dhe nuk del nga sistemi për aq kohë sa 2 aktorët, dhe sidomos aktori Ujku Plak, vazhdon të jetë atje dhe i di këto metoda. Tani pse bie dakord me përdorimin politik që i është bërë kësaj? Sali Berisha, se këta kanë qenë prezion. Unë kam qenë student vjetorit me ta, kam qenë në të njëjtën vakt, do të thënë në të njëjta situata. Unë çova, kam organizuar në mënyrë personale studentët e Gjirokastrës, ku gjeta mbështetjen e pedagogëve të rinj dhe disa studentëve si fillim, se ishte shumë e vështirë se ka qenë vendlindja e Ndërorës. Ti aty e ke pasur më vështirë për shkak të atë jam duke thënë. Ju besoj e keni njohur Piro Visarin. Po. Piro Visari ka qenë një eksponent i lartë i sigurimit të shtetit në Gjirokastër, që merr edhe me poezi, ishte intelektual e tjera, dhe ai në 98-ën që monitoronte çdo lloj procesi e tjera brenda sigurimit të shtetit për ne, në 98-ën, në prezencë të 4 personave nga Gjirokastra më ka thënë, zotëri thotë, kemi pirë kafe dhe më ka thënë, zotëri, ju keni qenë të listuar nga ana jonë, ne prisnim vetëm urdhrin. Me ju mund të bënim çdo gjë. Emri im dhe emri i 2-3 pedagogëve të rinj. Dhe unë në datën 11 mars, që ta lidh pak me Ben Brocin, në datën 11 mars, në datën 11 mars të 91-shit, isha duke bërë stazhin, se kemi qenë të njëjtën kohë, me stazhin në një shkollë në Lazarat, më vjen i vetmi polici që kishte nga Lazarati dhe më thotë, sonte duhet të ikësh nga Shqipëria, se ishte koha që ikni nga kufiri. Dhe ne ishim vend kufitar. Adnatu me 12 persona nga Lazarati kam ikur, kam kaluar kufirin. Ndërkohë kishte ikur dhe Blet Goxha ose ka ardhur disa ditë pas meje, sepse ishte në fuqi ligji i monumenteve dhe ne kishim planifikuar të na arrestonin për ligjin e monumentit. Do të thënë, e mbamën Tiramiz Ali nxori pa prekshmërinë e monumenteve të tjera. Dekret. Ne kishim hequr busin e Enverhoxhës, një bus i madh nga Universiteti i Gjirokastës ku na sulmuan vullnetarët e Enverit dhe u bë përleshje në atë moment. Tani, Piro Visari më thotë, skenari Shkodrës ka qenë i përgatitur të përdorej, pa më thënë as kush do ta përgatiste as nga opozita apo nga agjenturat e huaja apo nga sigurimi i shtetit, apo nuk e di se çfarë. Do të përdorej edhe në 2-3 qytete të tjera universitare dhe Gjirokastra ka qenë e planifikuar. Vetëm se në Gjirokastër mungonte lënda e parë. Një tjetër qytet kufitar. Patjetër, jo vetëm kufitar, po ishte vendlindja e Enverhoxhës dhe ishte simbolike fort, që aty të paktën nuk do të lejojë që të bëj të mirëte për masa rehabilitim. Tani do ta bënin agjenturat e huaja, do ta bënte sigurimi i shtetit, apo opozita ishte interesuar që të kishte viktimat e saj, heronjtë e saj, me qëllim që të luante kartën e fortë kundër regjimit për të bërë sensibilizimin edhe ndërkombëtar. Prandaj përmend atë rastin jo pa qëllim ta thash që ne vërtet ruheshim nga ata që kishim përballë, por ne ruheshim edhe nga brapa shpine. Sidomos ne që ishim të ekspozuar. Dhe e mbylla. Ajo që nuk i fal dot Sali Berisha sot është kjo, në 35 vjet ai ka pasur mundësi ta zbardhte si këtë vrasje, edhe vrasjen e Azem Hajdarit që s'mori përgjigje asnjëherë të saktë dhe të qartë, edhe 21 janar e tjera. Por Berishës i kanë interesuar heronjt e vdekur, se me heronjt e gjallë, Sali Berisha dihet se çka ka bërë me ta, për ditë i përjashton, për ditë i largon dhe gjithë i kanë nxjerrë nga politika për të bërë një parti politike personale dhe për ta bërë historinë tërësisht personale dhe për mos e ndarë me askënd tjetër. Prandaj çdo gjë që thuhet për Sali Berishën, për aq kohë sa nuk e ka zbarur këtë ngjarje, i meriton akuzat, ndoshta edhe ato që thot Idait Beqiri apo edhe të tjerët. Po, vetëm Batut Baram se duhet të shkojmë publicitet. Shumë shkurt e kam. I kam lexuar ato botimet e Qemal Lame si ish kryetari i hetusisë së përgjithshme. Unë ju them që ai është një mashtrues. Po, 100%. Për arsye sepse
Nëse a i kishte gjithë institucionit, a ishtë me për... thatë ju do prisni dhe reagimin e Qemalit tani, normal. Për arsye sepse në botimin e ti ka adresuar vërejtjet, për policia edhe bën gabime, edhe nuk e përjashtojnë që ka bërë dhe gabime. Ka adresuar për ngjarjen e Shkodrës dhe për të tjera, dhe e nxjerr Etusin që drejtonte vetë ai, dhe e nxjerr rolin e tij në një disident. Unë i them Qemalames që e njohin mirë shqiptarë, ish Etusit, ish prokuror. Nëse ai ka pas informacion se e kishte dhënë urdhrin presidenti me Fatos Nanon për 2 prillin Shkodrës, ai kishte organin, pse se e provoi? O e provon, ose mos e thuaj atë lart, me dyshime, me supozime, atë regjimë të zi, me Qemalamet me shok. A ishte përgjegjës për akuzën për hetimin, pse i ndroi Etusit? Pse i ndroi? Mirë, se më duhet shkoj publicitet, po vetëm një fjalë për ta mbyllur, një fjalë vetëm. Po, një fjalë. Mos harroni që edhe kontekstin. Mbas rënies së murit Berlinit, kudo në të gjithë lindjen, zgjedhjet e para që u bën, fitoi gjithmonë kudo opozita. Kudo 100% opozita. Vetëm tek ne opozita, domethënë Saliu, kjo justifikon rebelimin. Kjo justifikon rebelimin. Jo, domethënë që do me çdo kusht, të paktën zonat urbane keni turpruar. Një minutë. Ka drejt Bego. Si, një minutë. Kishte një ngarkesë shumë të madhe në shoqëri. U pritën në datën 31 mars, avokat gjithë qytetet e mëdha prisin ndryshimin. Aty ama u kuptuar realiteti që thotë Skënderi që praktikisht Shqipëria ishte ndarë midis zonave rurale dhe zonave urbane. Po aman ishte humbje thellë. Pse ishte humbje thellë? Ishte e thellë. Sepse thellë, po ja keni gabim. Po 62% kjo është. 38%, po s'është pak për një parti që kishte 3 muaj që kishte lind. Po domethënë nuk fitoi, këtu e kam fjalën unë. Nuk fitoi kur ti nuk ishte lënë anatemim pa i bërë nga dhjetori 90-ës edhe deri në mars ishin kaq muaj me hurën e zjarrit e i dogje i shkatrove të gjitha, ja pan syt ata kush ish Berisha, kush ish partia që do vinë në pushtet, prandaj dhan atë goditjen pa dashur të bëj avokatin sepse dihet që goditjen, sigurisht se ja dha pastaj 26 korrik në 92-shin. Mos u nxito, mos u nxito. 26 korrik në 92-shin. Mos u nxito. Ishte justifikuar rebelimin në atë moment, sidomos në zonat urbane. Pse? Sepse në gjithë lindjen, kishte 2 vjetë që kishte ndodhur ndryshimi, dhe në Shqipëri, po duro pak, po jam dakord me ty. Dhe në Shqipëri nuk çdo. Dhe ata që thua ti se duam ne gjykojmë nga Sali Berisha. Po thoj që organizoi Fatos Nanon me Salim me Rami Zalin, domethënë organizoi Berisha. Ta citoj. Nuk dëgjoj unë. Unë nuk dëgjoj. Citova Qemalamin, unë vetë nuk dëgjoj smar për si. Sepse po që puna për atë punë. Pra rebelimin kush e bëri e bën Maqedoni me Sali Berisha ne gjykojmë nga sot ne, 1 minutë. Sali Berisha ne gjykojmë nga sot. Sali Berisha e votuan 1 milion e ca shqiptar. Po këta shqiptarë ishin që votuan 1 milion e ca shqiptar. I dhanë besimin që ta zbarte ndoshta dhe atë vrasin e Shkodrës, që të ndërtonte ishte demokratik, që të mbante premtimet të bënte ishte ligjor, që të mbante demokracinë dhe në Evropë. Gjë që nuk i bëri. Për këtë ta gjykojmë Sali Berisha. Jo nuk e bëri se ishte vetë. Çfarë do të bënte vetën ai? Tani që mbyllim të tezën e Lames, është edhe pak qesharake me thënë vërtetën, sepse nëse ai thotë e paska dhënë Ramiz Alia dhe Fatos Nano, si ka mundësi që Gramoz Ruçi si ka mundësi që Gramoz Ruçi, që ishte ministri i brendshëm, doli pa faj. Se përmend Gramoz. Ky ishte drejtuesi. Nuk e përmend Gramoz. Përgjegjës për të hetim. Nuk e di, mos më thuaj se unë. Shkoj publicitet në minutat e pakta që na mbeten, do flasim pak për një çështje që ka deri dikush pak më qartë se për fat keq ngjarja e 2 prillit, situata në vend pas paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara se mund të ketë goditje sporadike edhe në Shqipëri nga temi element të segmentet terroriste sponsorizuara nga Irani. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi flasim pak për konfliktin në Iran, por më tepër për pasojat që mund të ketë për Shqipërinë, pasi prej shpërtheu, që të mund ka qenë ideja që sa ne jemi të rrezikuar të goditemi nga Irani. Skënder, deri diku përgjigja u mor nga goditja e Diego Garcia, së shtetit e bazës amerikane në Oqeanin Indian. Pra largësia e madhe nga Irani deri atëherë mos ka bëjmë mbi 4000 milje. Pra themi teorikisht në letër
rreziku ishte. Praktikisht tonëm që kjo gjë nuk do. Befas paralajmërimi dje Shtetet e Bashkuara në Tiranë për sigurisht për diplomatë të tyre, por nga ana tjetër kemi parë sot dhe një impenjim strukturave antiterrorit, sidomos në Manës, aty ku janë mujahidinët iranian, pra një prej opozitave të regjimit ajatollave, por realisht situata bëhet edhe më konfuze duke pasur parasysh presidenti Trump në orët e para të mëngjesit sot tha që Shtetet e Bashkuara mund të largohen nga ky konflikt në dy javë të ardhshme. Problemi është Shtetet e Bashkuara largohen, pato janë dhe larg. Shqipëria shaf. E drejtë Sokol, është një dinamik shumë delikate dhe shumë sensitive kjo që po ndodh. Për më tepër më le të vetëm gjë që Shtetet e Bashkuara largohen, por nuk dihet nëse do largohet Izraeli nga ky konflikt. Edhe kjo është një pikë pyetje e madhe, sepse Izraeli vazhdon me tezën e tij të vetme faktikisht me cilën e ka tërhequr për flokësh Amerikën këtë konflikt, që është ai ndrimi i regjimit. Dhe me që regjimi kaloi nga babai tek djali dhe nuk ka asnjë lloj shenje që të çdoj, Pezeshkiani është akoma president, ministri i jashtëm nuk është ndruar, pra nuk ka asnjë lloj ndrimi, megjithëse Donald Trump përpiqet ta shesë një regjim i ri. Kjo lloj ombrele që vizatohet virtualisht e kundërta e Diego Garcias, faktikisht i bie Evropa dhe i binte që ajo raketë të mbulonte virtualisht edhe një pjesë të Britanisë Madhe. Ja, po e shohim. Kap Londrën, do thotë, që është një rrezë e tillë që në teori mbulon gjithë Evropën perëndimore, lindore, Ballkan, patjetër etj. Pra, është Irani dha një provë force në distancë dhe me sa duket këto paralajmërime dhe vimke te ky cicmici i vogël mes qeverisë dhe ambasadës, sepse unë të tillë e konsideroj, ku për mendimin tim ambasada bën një nga ato paralajmërimet që bën zakonisht sa herë që ka ndonjë protestë në